Allahu subhanahu wa ta'ala në surën e Shura, mbasi ka përmendur anijet që lundrojnë në det dhe duken si malet, mbasi ka përmendur si shenja për fuqinë e tij absolute, për pushtetin e tij të madh, ka thënë: inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Në të gjitha këto ka shenja për çdo njeri durimtar të madh dhe falënderues për mirësitë. Pra këto janë shenja, janë argumente për durimtarët, për falënderuesit. Dietarët kanë thënë se ka 3 lloje durimesh. Durimi për t'i bërë ibadet Allahut, për të adhuruar Allahun e lartësuar. Njeriu mund të hasë vështirësi për kryerjen e ibadeteve, për bërjen e veprave të mira, por duhet të duroj, duhet ta mbajë veten edhe t'i kryej veprat e mira. Për shembull, ka një farë vështirësie të çohet njeriu dhe të falë namazin e sabahut, sepse nefsi pëlqen rahatin dhe gjumin. Por çohesh dhe e kryen këtë detyrë. Po kështu edhe për namazet e tjera, për agjërimin e tjerë. Edhe pse përgjithsisht ibadetet nuk janë të vështira, janë të lehta. Allahu nuk e ka bërë të vështirë këtë fe. Madje nëse besimtari bie në ndonjë vështirësi, shariati ka caktuar për të dhe lehtësime. Por duhet durim për të vazhduar në rrugën e Allahut, të adhuruar Allahun, për të qenë i bindur ndaj Allahut të lartësuar. Kështu një nga llojet e durimit është durimi në bërjen e ibadetit. Allahu thot në Kur'an: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Urdhëroje familjen tënde të falin namazin dhe duro në faljen e namazit. Gjithashtu Allah thotë në Kur'an: "Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati." Zoti i qiejve dhe i tokës dhe i gjithçkaja që gjendet ndërmjet tyre. Adhuroje atë dhe duro në adhurimin e tij. Dhe ky është lloji më i mirë i durimit, se ne jemi krijuar të adhurojmë Allahun. Prandaj ky është lloji më i mirë i adhurimit, të durosh dhe të adhurosh Allahun. Lloji i dytë është frenimi vetes nga gjunahet. Në mënyrë që njeriu të frenoj veten, të mos bjerë në gjunahe, të mposh dëshirën që e nxit për të bërë gjunahe, duhet durim. Pse nefsi tërhiqet për të bërë një mëkat, për të bërë një gjunah, për të plotësuar diçka që e dëshiron, por duhet ta mbash nefsin, duhet ta mposhtësh dëshirën e keqe, duhet ta frenosh veten nga mëkati. Edhe ky është durim. Se durimi është vetëpërmbajtje, dhe ky është një nga llojet e durimit. Allahu i lartësuar e ka lavdëruar Jusufin alayhis salam në Kur'an se e mbajti veten, e frenoi veten dhe nuk ra në mëkatin e immoralitetit. Kështu që na nevojitet durim edhe në këtë aspekt. Pranojmë veten, mos bijmë në gjunahe, të mposhtim dëshirat e këqija, dhe të mos jepemi pas gjunaheve. E treta është durimi ndaj sprovave, ndaj goditjeve, ndaj këqijave që mund t'i bien robët. Duhet durim dhe duhet me qenë i kënaq me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe këta i ka lavdëruar Allahu i lartësuar në Kur'an duke thënë, pasi ka përmendur domos prova të ndryshme, ka thënë: "Wa bashiris sabirin." Përgëzoi durimtarët, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, të cilët kur u bie një fatkeqësi thonë vërtet Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Ulaika alehim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Këta i lavdëron Zoti i tyre, i mëshiron dhe këta janë të udhëzuarit. Lut Allahun subhanahu wa ta'ala na bëj durimtar. Durimtarët kanë mirësi të shumta, të cilat i ka përmendur Allahu i lartësuar në vende ndryshme në Kur'an, por dhe në hadithet të profetit sallallahu alaihi wasallam përmenden mirësi dhe shpërblime të mëdha për durimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.